Shiko, pyetja është, a ka një përshkrim nga ndallohet një grup shokësh nga një grup i vogël me qëllim për të qenë në formë frymërisht? Kështu që nëse ti e ke këtë pyetje, unë jam gati për do një përshkrim të shpejt se cilat janë 5 cilësit, madje i shkrova cilësit në chat edhe i kërkova chatit i dashur chat. Jo nuk i thash i dashur. Thash boja të shpejt. Nuk i thash, edhe i thash shiko, më krijoj një akronim me cilësit, me këto 5 cilësit e përshkrimit të grupit vogël, më krijoj një akronim, edhe më bëja 5-6 akronime, ai që më pëlqeu më shumë ishte kjo, dritë. O, sa bukur. Atëherë, një grup i vogël duhet jetë dritë. Edhe çfarë do thotë dritë? Çdo grup i vogël do të ketë në mendje këto 5 gjëra. Një, kur mblidhen bashkë, inkurajojnë njëri tjetrin. Është duke menduar, shiko, dashuria na forcon. Dashuria për njëri tjetrin na forcon. Kështu që sa herë që mlidhemi bashkë, sigurohemi kemi një fjalë inkurajimi për njëri tjetrin. E kam i llaf mirë për Dorin, sepse di që do i pi kafe me Dorin, edhe do t'i jap një varg nga Bibla, edhe do t'i jap një fjalë inkurajimi. Edhe cila është tjetra? Tjetra është Bibla. Nga dallohet një grup që po pim kafe, po flasim për çfarë të përditshme, edhe nga një grup që po ndihmon që të jemi në formë frymërisht. A është Bibla pjesë e bisedës? Një pasazh, një varg, një copës e shkrimit, e treta është a lutemi bashk. Se momentin që ti ndan gjërat e jetës përditshme, ti shef që dikush e ka një sfidë. Ka raste që mund ta ndihmosh, ka raste që se ndihmon dot. Çfarë mund bësh? Hajde lutemi bashkë për këtë gjë. Edhe cila është tjetra? Tjetra është zbatimi praktik. Sepse këtu ndodh transformimi. Një gjë që lexuam te shkrimi na sfidoi neve si do ta vëmë në punë. Edhe e fundit është strategjia ose o ndrojmë edhe nxitem edhe mendojmë, shiko, strategjia çfarë thotë? Kur do takojmë njërin tjetër? Ishte kohë e bukur kjo, kur do takohemi prapë, do takohemi të mërkurën, në filan vend. Edhe ose strategji çfarë mund të jetë? Çfarë mund bëjmë ne si grup i vogël, diku, diçka. Shiko, ka bukuri kur je pjesë e grupit vogël edhe shkon mirë me ta. Prandaj ose bëu pjesë e një nga grupeve që përmenda unë, ose filloj vetë një grup, ose më pyet mua, or dua të jem pjesë e një grupi, cili grup shkon për mua, ose dua të drejtoj një grup, po dua ca shoqe që shkojnë me personalitetin tim, me hobet e mia apo çfarë do lloj gjëje. Sepse shiko, e diela është e bukur, por nuk e mundësi shkoj shumë thellë në biseda, se aq është koha. Aq është koha dhe nuk ke kohë për të fol, për të hap zemrën. Kështu që do t'ju nxisja shumë. Edhe do doja që jeta e secili për ne ishte ndryshe, ta ndani me në shiko 2026, do doja të isha në top form nga ana frymërore.